Nën prefekti i Sarandës Ilir Hysi mblodhi sot në një takim mbi emergjencat civile. Komandanti në forcave zjarrfikse të Sarandës Mustafa Golemi, atë të Delvinës Thoma Papapano, inspektor të mjedisit, kryetar të komunave të Sarandës e të tjerë. Në këtë takim nën prefekti dhe të pranishmit bën fillimisht një analizë të sezonit veror dhe të situatave të zjarreve, bashkëpunimin me komunat dhe përgatitjet për sezonin vjeshtë-dimër, si edhe folën mbi koordinimin e punës së bordit të kullimit për të mos patur probleme në situata rreshjes të mëdha shiu. Jemi mbledhur sot për të bërë një analizë për sezonin e zjarreve 2014, si dhe përgatitjet për sezonin zimëror 2014-2015. Normalisht, unë doja që të bëja një pasqyrë të periudhës këtij sezoni të zjarreve, në të cilën ne kemi qenë në bashkëpunim me të gjitha institucionet shtetërore dhe ato vendore, dhe ka qenë një vit në bazë të statistikave me më pak dëme për rrethin e Sarandës. Në bazë të ligjit 827, datë 25/7/2002 për prefektin, ligjit numër 8756, datë 26/3/2001 për emergjencat civile i ndryshuar, si dhe në zbatim të gjithë ligjeve që kanë të bëjnë me këtë pjesë, që është për mbrojtjen e zjarrit, për mbrojtjen e mjedisit. Në prefektura Sarandë, në datën 22/4 me urdhër numër 30, ka ngritur Komisionin e Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave për parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri të pyjeve, kullotave, kultura bujqësore, zona turistike dhe pronës qytetare. Zbatimin e këtij urdhri është hartuar dhe plani masave, si dhe një plan i detajuar për takimet që ne si institucion kemi koordinuar me njësitë vendore, si dhe me institucionet shtetërore, të cilët kanë qenë pjesë e këtij plani. Janë kapur mbrëmjen e dieshme 10 kg marijuanë në kufirin shqiptaro-grek. Operacioni është kryer nga policia greke në Sajadh të Igumenicës. Është ndaluar një automjet tip Volkswagen me targa shqiptare, në parakolpin e të cilit u gjetën 13 pako me 10.5 kg marijuanë. Policia ka vënë menjëherë në pranga shoferin 34 vjeç dhe pasagjerin 31 vjeç, të dy shqiptar. Njëkohësisht janë sekuestruar edhe 2 aparate celular. Drejtor, është folur para disa ditësh nga qeveria shqiptare që do të merren masa ndaj të gjithë debitorëve konsumatorë të energjisë elektrike. Çfarë masash po merren nga ÇEZ Sarandë? Ju dhe jeni informuar që nga të gjitha instancat me energjinë elektrike po veprohet në mënyrë sistematike për të rregulluar të gjitha problemet që janë akumuluar gjatë kohës që pronësinë e kishte kompania ÇEZ. Ne kemi arritur në nivele që argëtimet kanë vajtur sipas muajve të veçantë, kemi deri në 108%, 99%, po punojmë që të argëtojmë të gjitha debit e mbledhura gjatë kohës së shkuar. Megjithatë, debitor ka shumë, për 1001 arsye kanë ngelur pa paguar energjinë elektrike. A ka pas fluks në zyrën ku bëjnë pagesat të faturave? Pas edhe më parë, duke kapur këtë si problem, por duke theksuar dhe duke u bërë dhe si problem barkombëtar, edhe gjatë fjalës së kryeministrit, këtu efektet janë shtuar. Ka shumë abonentë që kanë vrapuar dhe po paguajnë me shpejtësi detyrimet që kanë. Arkat që kemi ne, qoftë pranë agjencive postare, qoftë arkat e kompanisë tonë, sot që flasim ka një bindje njerëzish për të paguar energjinë elektrike. Thash, përveç këtyre disa zonave që kemi hasur vështirësi. Një
interes të veçantë, ne I kemi kushtuar më shumë lidhjeve të paligjshme. Lidhjet e paligjshme kemi evidentuar deri më tani, kemi evidentuar 31 raste të lidhjes të paligjshme, të cilat kemi bërë dhe në denoncim pranë policisë dhe ju kemi ndërprerë energjinë elektrike, ju kemi dhënë dhe masa administrative duke ju faturuar një energji të pamatur. Dhe kemi dhënë dhe detyra që të gjithë njerëzve që mbulojnë specialistëve që të ndjekin këtë problem duke vëzhguar që të mos përsëriten më ky fenomen. Është minimizuar shumë se kjo duket edhe në tregusët, nga 59% që I gjetëm kanë arritur humbjet në 18%. Por megjithatë, faturat të trashëguara, problemet të trashëguara ka shumë që janë duke I eliminuar. Sektori I monumenteve të kulturës Sarand po punon tashmë për pastrimin nga vegjetacioni I monumenteve të kulturës, si edhe për plotësimin e kartelave të monumenteve. Detaje na sjell përgjegjësi I këtij sektori Vladimir Demaj. Në këtë periudhë kemi kushtuar rëndësi të veçantë pastrimit të objekteve të trashëgimisë nga vegjetacioni I cili në këtë periudhë ka një zhvillim të madh për shkak edhe të kushteve klimaterike. Dhe konkretisht punonjësit e sektorit janë përqendruar në disa objekte që kanë ngarkesë të vegjetacionit dhe konkretisht në muret rrethues të manastirit të Shënkollit në Mesopotam kemi mbaruar procesin e spërkatjes të bimësisë barishore dhe drunore dhe së shpejti do ndërhyjmë për prerjen e tyre. Njëkohësisht kemi ndërhyrë në pastrimin e kishës së Shënjanit në Shijan dhe në varet monumentale të Vergojit, në fshatin Vergo, të cilët janë në një gjendje jashtëzakonisht të vështirë për shkak edhe të një periudhe shumë të gjatë të mungesës së pastrimit të tyre. Njëkohësisht puna e sektorit është përqendruar edhe në kartelizimin e objekteve të trashëgimisë, është një punë voluminoze, sa shkencore aq edhe teknike, për vetë faktin sepse kërkon një punë të mirëfillt në gjetjen e materialeve shkencor, teorik, historik, por dhe arkitektonik. Kemi përfunduar mbi 50% të volumit të punëve, pra të objekteve të trashëgimisë dhe punojmë intensivisht që brenda këtyre 10 ditëve të përfundojmë 100% gjithë kartelizimin e objekteve monument kulture të kategorisë së parë. Detyrë të cilën e ka vendosur edhe Ministria e Kulturës për vetë faktin sepse kërkohet një plotësim I gjithë dokumentacionit të objekteve me qëllim që siç e kam dhënë edhe në intervistat e mëparshme, gjithë ky dokumentacion do paraqitet pasaj në institucionet shtetërore për të shndruar në prona hipotekare të shtetit. Ishte kënaqësi që Tuloy ng tugon. Yan, daloy, may puto. Makin. Minzani po. Yo. Yo.